Edhe pse çmimi i naftës ka shënuar rritje, indikuar nga kriza në lindjen e mesme, të dhënat e rindisin Shqipërinë të tretën në Europë për konsum, për çka ekspertët e ekonomisë ndajnë mendime të ndryshme. Tendencat e ekonomisë shqiptare, që është një ekonomi në rritje, pra në zhvillim, bën që edhe nevoja për lëndë të para, për konsum të lëndëve të para, karburantet, të jetë një kërkesë në vijimësi në rritje. Befasia dhe çudia është që shqiptarët vazhdojnë të blenë edhe me këtë çmim. Pavarësisht krizës kanë blerë më shumë naftë. Duhet ndodhte të kundërta, duhet kishte më pak konsum për shkak të çmimit më të lartë të karburanteve. Bardhi Sejdarasi dhe Igli Tola bashkojnë tek ndikimi i turizmit dhe tregu i makinave me qera në këtë rritje të konsumit të karburantit. Sigurisht që një ndikim shumë të madh japin edhe shtimi i numrit turistëve. Tetasit e ujë që vinë, ata që janë udhëtarë apo qoftë edhe turistë përdorin shumë makinat me qera. Këto janë një element i konsiderueshëm që lidhet me rritjen e sasisë së karburantit të konsumuar, të harxhuar në Shqipëri. Kryesisht turizmi, që normalisht lidhet me numrin e tuajve që vinë në vend, që duhet lëvizin, pra që përkthehet në litra karburant të shpenzuar. Sejdarasi në anën tjetër thekson se një pjesë e karburantit të bler nga jashtë shkon edhe për eksport në vendet shinje, duke ndikuar në kërkesën që ka. Kemi rieksportet naftës. Një pjesë e mirë e kompanive shqiptare të shumicës importojnë naftë dhe e rieksportojnë atë në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut dhe në Malzi. Igli Tola e cilëson ekonominë gri si një faktor që ka rritur konsumin, ndërkohë që kjo kërkesë mendohet se vetëm do të rritet. Prezencën e ekonomisë gri. Është dominante në këtë sektor, tregtimi dhe trajtimi i hidrokarbureve, tendencë rritëse. Sipas të dhënave të Eurostat, indeksi i Shqipërisë është 135.7 për konsumin e karburantit gjatë muajit shkurt 2026, me një rritje prej 35% krahasuar me vitin e shkuar, duke u renditur pas Malit të Zi dhe Estonisë. Po ashtu, në vitin 2025 u importuan rreth 741.000 ton karburante në vendin ton, rekord si sasia më e lartë në 5 vitet e fundit.